Kam ardhur sot në Qesarak, zona e Freskut, për t'ju prezantuar një apartament shumë të bukur, me planimetri të rregullt, me mobilim fringo të ri dhe çmim okazion. Tu jemi në sallonin e apartamentit, i cili ka këtu këndin e gatimit dhe të ngrënies, perfekt ky për ato anvisat që kanë qefti shërbejnë fëmijëve, burrit. Frigoriferi është inkaso, lavamani i zi, kemi sobën, pianurën, diku këtej duhet ketë dhe pajisje tjera, dollape sa të duash deri në tavan që t'i futi gruaja e shtëpisë të gjitha pjatat aty, mos të lëri asgjë të dukshme. Më pas kemi këndin e ndënjës, ky është një math i rregullt, divanet e rehatshëm, unë po ulem me qetësi që të mos më dali barku se kam shtuar ca kile peshk. Gjithsesi është shumë e rehatshëm. Kemi televizorin të ri fare, shkoj kemi me qese. Pra mobilimi këtu është dhurat. Në çmim është dhurat, do ja tregoj në fund. Kjo është dhoma e fëmijëve me 2 shtretër. Nëse ti ke 3 fëmijë, mund të vendoset një krevat marinar. Kjo dhomë ka dalje në balkon, po do ja tregoj nga dhoma e çiftit. Këtej kemi dhomën e çiftit, e cila ka në hyrje tualetin. Tualeti është me dritare, dush, gjitha hidrosanitare. Më pas kemi dollapin e ka inkaso, krevatin e çiftit dhe dalje në balkon. Orientimi i këtij apartamenti është nga jugu dhe perëndimi, që do të thotë shtëpi e ngrohtë me dritë. Po në qoftë se në verë bën shumë vap, kemi kondicionimin. Në apartament ishte kondicionuar cep në cep, shkoni kondicioner këtu, kështu që ti s'do kesh as vap në verë dhe as stot në dimër. Pamja që këtej është e mirë nga pjesa tjetër e kompleksit, që është një nga komplekset më të mira në zonën e Qesarakës. Tani do t'ju tregoj balkonin e dytë, që dalim nga salloni dhe tualetin e ditës. Ky apartament e ka sipërfaqen 121.6 m2 dhe ti shkon që është apartament i bollshëm, mund të lëvizin të gjithë lirshëm pa u përplasur. Po ju themi sekret të vogël për balkonin e dytë të këtij apartamenti. Ky është një balkon i bollshëm që mund të mbyllet me vetrata, mund ta kthesh në depo, në dhomë gjumi nëse të duhet një dhomë ekstra apo hapësira të tjera që të duhen ty. Harova pa përmendur dhe tualetin e ditës, i cili është në hyrje të apartamentit dhe është më i madh nga ai i çiftit, edhe ky me dritare me aerosje. Një apartament kaq të kompletuar sa ky vështirë se gjen sot në Tiranë. Kështu që çmimi i shitës së këtij apartamenti është 147.000 euro. Nga 150 që ka qenë deri përpara një jave. Dikush mund të thojë po është çmimi i lartë për freskun. E para fresku është rritur në çmim dhe ka shkuar 1.200-1.300 euro metri katror, dhe e dyta, me këtë apartament ti merr falas 30.000 euro mobilim. Nëse unë zbres 30.000 euro mobilim nga çmimi i këtij apartamenti, çmimi i pronës është vetëm 960 euro për metër katror, që është çmim i padëgjuar sot në Tiranë. Kontakto me një numrin e telefonit që ta shikojmë nga afër së bashku dhe më pas ta përfitosh ti këtë okazion të jashtëzakonshëm.